Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me numrin tuaj personal për vitin 2026 dhe çfarë do t'ju sjelli ky numër gjatë këtij viti dhe si duhet ta nxirrni ju këtë numër. Atëherë, mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lehtësime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit dhjetor sepse ende s'ka përfunduar, videot e javës, videot e vitit 2026, por dhe video me tema për dashurinë. Atëherë, unë do t'ja u shpjegoj me kujdes se si duhet ta nxirrni numrin tuaj personal në bazë të datës dhe muajit të lindjes, duke e bashkangjitur me numrin 2026 ose duke e mbledhur me vitin 2026. Atëherë, viti 2026 është kemi 2026. Atëherë do mbledhim këto numra. 2 plus 0 plus 2 plus 6 që bëjnë 10. Atëherë, del një numër dyshifror. Do mbledhim përsëri 1 plus 0 dhe numri i vitit 2026 është numri 1. Atëherë është një numër botëror, numri 1, fillon një etapë edhe një cikël i ri për gjithë njerëzimin, por është edhe një vit që mbart ato dhuratat dhe energji të veçanta që do sjelli ky numër 1. Është një vit ideal për fillime të reja, për ide praktike të reja dhe do na çojë përpara pa haruar mësimet që kemi marrë në të kaluarën, në 9-vjeçarin e kaluar. Atëherë, si do ta bëjmë këtë? Sepse është një numër i veçantë, është numri 1 ku ka dalin të energji e re, fillime të reja, fillime të dashurive të reja, fillime një pune të re, ide që do t'i çoni përpara, por është edhe një ndryshim mentaliteti. Gjatë këtij, më falni se kamera s'është vendosur shumë mirë, gjithsesi po e rregulloj. Atëherë, është një numër tham që është fillimi i gjërave të reja. Gjithsesi, për këtë duhet gjithsecili nga ju të nxjerrë numrin personal dhe unë do jap se si do jetë ky vit për ju në bazë të numrit tuaj personal. Tani, si do ta llogarisni? Kemi datëlindjen, data 1 i dyti, do me thënë 1 shkurt. Do mbledhim të dy numrat, 1 plus 2 që bëjnë 3, dhe kemi vitin 2026. Atëherë, viti 2026, numri përfundor del numri 1. Dhe ne do mbledhim numrin që na del, numrin 3, do ta mbledhim me numrin 1 që është viti, ose për mos u ngatruar, do shkruani 1 plus 2 baras 3. Dhe kemi numri 3 plus 2026 plus 2 plus 0 plus 2 plus 6 dhe del numri 13. Atëherë, në momentin që del me 2 shifra numri, do ta mbledhim përsëri. Në qoftë se del me 1 shifër, ai është numri juaj personal. Dhe këtu na doli me 2 shifra, 13, dhe do ta mbledhim përsëri. Dhe 1 plus 3 bëjnë 4. Kështu që numri juaj personal do jetë numri 4. Ose varet, mund të dalin dhe numrat të tjerë, ju do ta llogarisni në bazë të datëlindjes që ju keni. Dhe do fillojmë, unë do jap se si do jetë ky vit në bazë të numrit tuaj personal, dhe në qoftë se ju del numri 1, atëherë është një vit ku ju do keni shumë guxim, do pohoni veten tuaj, do bëheni të pavarur, por është një vit shumë i veçantë. Pasi numri 1 është numri botëror, do të thënë fillon një cikël 9-vjeçar i ri, por është edhe një numër specifik i veçantë që simbolizon fillime të reja, udhëtime emocionale, një fillim i ri i dyfisht, sepse jemi te 1-shi dhe te 0-a. Tani jeni në fillim të një cikli të ri, pasi viti i ri do hapi shtigjet për ju, si në lidhje me dashurinë nga ana profesionale,
por dhe në lidhje me situata të ndryshme, fillime të reja që ju dëshironi të bëni. Mos u nxitoni gjatë këtij viti në vendimet që do merrni, sepse rruga që do ndiqni gjatë këtij viti ka edhe 9 vitet e ardhshme përpara, sepse jemi te numri 1, duam 9 vite të shkojmë për të mbyllur komplet një cikël. Viti 2025 shënoi fundin e një cikli 9 vjeçar, ku jeni ndirë të kufizuar, ndoshta keni lënë edhe marrëdhënie ose partneritete, keni mbyllur kapitull të rëndësishëm të jetës tuaj për të filluar ky cikël i ri. Megjithatë, është momenti i fillimit të një cikli të ri. Për numrin 1 flasim gjithmonë. Ju do të vini qëllime vetes gjatë këtij viti, do merrni kontrollin, do udhëhiqni jetën tuaj, por do ketë plane dhe qëllime shumë specifike në lidhje me ju. Për vitin 2026, gjatë këtij viti do keni shumë energji, do jeni kreativ, do keni ide, ku do përparojnë ose do keni një përparim të madh të ideve tuaja, por mund të jeni dhe iniciator të sipërmarrjeve të ndryshme të reja flasim gjatë këtij viti. Do keni shumë ndryshime gjatë këtij viti, do harrini qëllimet tuaja, mund të ndryshoni vendbanim, profesion, do tregoni shumë të guximshëm në lidhje me qëllimet e vjetra që keni pasur ose me frikrat që keni pasur në të kaluarën tuaj. Dhe nga ana personale, ju do vendosni qëllime në veten tuaj në lidhje me dëshirat që ju keni. Nëse jeni në një lidhje, ju do shprehni nevojat në lidhje me personin që keni dhe dëshirat që ju keni me personin përballë. Ose dhe nëse këto nuk pranohen, atëherë ju rrugët tuaja do ndahen. Kështu që është një vit fillimesh të reja, iniciativash, ndryshimesh të mëdha në lidhje me numrin 1. Gjithashtu, ju do zbuloni planet tuaja të së ardhmes, ndoshta edhe në lidhje me njerëz që i keni testuar deri në këto momente, për t'i dhënë një drejtim më të mirë jetës tuaj. Nëse jeni beqar, ju do bëni qasje të drejtë për drejtja, të drejtë për drejta, por do ndiqni dhe atë objektin e dëshirës tuaj, personin që ju dëshironi në jetën tuaj. Numri 1 është i orientuar pak drejt egos, ju do jeni dhe pak egoist gjatë këtij viti. Dhe duhet keni kujdes në lidhje me këtë, sepse të dashurit tuaj mund të largohen për shkak të sjelljes që mund të jetë pak egoiste, sepse jemi te numri 1 dhe numri 1 ka egoizëm brenda. Gjithsesi kjo ishte për numrin 1. Atëherë ju mund të llogarisni numrin dhe në qoftë se del numri 1, atëherë viti për ju do jetë i tillë. Atëherë vazhdojmë në lidhje me numrin 2. Si do ta nxirrni numrin tuaj personal dhe në qoftë se ju del numri personal numri 2, atëherë ju do ta llogarisni në këtë formë. Në qoftë se kemi një datë lindje që është 1 i dyti, një shkurt, do mbledhim 1 plus 2 bëjnë 3. Dhe do ta mbledhim këtë me vitin 2026. Do me thënë 3 plus 2 plus 0 plus 2 plus 6. Dhe numri del 13. Atëherë këtë del me 2 shifra. Atëherë këtë numër do ta mbledhim përsëri. 1 plus 3 bëjnë 4. Numri juaj personal është numri 4. Dhe ky është thjesht një shembull, por të gjitha atyre që ju ka dalë numri 2, për ju do jetë dhe viti 2026, do jetë një vit bashkëpunimi. Ju do jeni shumë dëgjues, do dëgjoni, do ndani idetë që keni, do jeni shumë të duruar, por do jepni dhe këshilla, ose do këshilloni persona që ju mund të keni në jetën tuaj. Gjithsesi, është një vit bashkëpunimi, do jeni shumë të ndjeshëm në marrëdhëniet tuaja, do krijoni një lloj ekuilibri, por ndërkohë ky vit do mbjell ato që ju farat e që keni mbjell vitin e kaluar. Do me thënë, numri juaj i vitit personal është numri 2 thamë, dhe është një numër ku në vitin 2026 ju duhet të dëgjoni ekuilibrin, të rriqni pak dhe të dëgjoni të tjerët, të bashkëpunoni.
ndoshta shpejtësia që do uleni pak në mënyrë do shihni mendjen e qartë që keni për të arritur dhe si mund të vazhdoni me hapat tuaja dhe çfarë korrigjimesh mund të bëni gjatë këtij viti. Është viti ku duhet të krijoni shumë hapësirë për të tjerët, të ofroni ndihmë, të tregoni më shumë emocione. Mund të duket më tepër si një vit më i ngadalë, por nuk do të ketë të njëjtin vrull si viti 2025. Por është një vit shumë i rëndësishëm edhe në lidhje me ju. Gjithçka do ta shikoni me sy më të qartë, jo në mënyrë pak impulsive. Do keni pritje më të mëdha për veten tuaj, por gjithmonë duke parë edhe rrethanat e reja ose ndryshimet që kanë ardhur tek ju gjatë vitit të kaluar. Mund të ndjeni të ndarë midis zakoneve të vjetra dhe identitetit tuaj të ri. Do përpiqeni të bashkoni këto dy botë të ndryshme, të vjetrën dhe të renë, për gjithë ata që kanë numrin 2 gjatë vitit 2026, por duhet jeni sjellshëm me veten. Të jeni shumë emocional, të ndikojeni nga mendimet e të tjerëve. Do merrni kohë për veten tuaj, do gjeni të vërtetat tuaja personale, atë që dëshironi vërtet. Ky vit është një vit që ju do merrni vendime në lidhje me jetën tuaj personale, mund të bëni njohje të reja ose marrëdhënie të reja, do kalojnë në angazhim në një martesë, në fejesë, në bashkëjetesë, por gjithashtu mund të jepni fund dhe një marrëdhënie që ju ka lodhur. Dhe nuk ju ka lënë hapësirë emocionale. Viti 2026 për ju është tendenca për të marrë gjithçka personalisht. Mundohuni të kontrolloni atë mbi ndjeshmërinë tuaj, por mos merrni shumë përgjegjësi ose sa ju mund të mbani gjatë vitit 2026. Është një vit ku duhet të mendoni dhe për të tjerët, por mos vini ato nevoja dhe të tjerëve mbi nevojat tuaja. Gjithsesi është një vit komunikimi, ju do ta forconi komunikimin, do jepni mundësi për argëtim, do shmangni teprimet e tepërta, por mund të çohen në bazë të vështirësive financiare. Domethënë, është një vit që do ketë edhe vështirësitë e veta, kuptohet, nuk është se gjërat do lindin dhe do zhvillohen nëpërmjet sfidave dhe vështirësive. Atëherë kjo ishte për numrin 2. Dhe vazhdojmë me numrin 3. Atëherë, si do ta llogarisni numrin? Unë po e citoj në të gjitha për që ju të jeni të qartë si do ta bëni. Dhe numri 3, në fakt zgjedhja këtu është bërë për numrin 3. Në qoftë se ju jeni datëlindje për shembull, data 1 i dyti, 1 shkurt, do mbledhim këto dy numra, 1 plus 2 bëjnë 3. Dhe numri 3 do mblidhet me vitin 2026. Atëherë, 3 plus 2 plus 0 plus 2 plus 6 që bëjnë 13. Dhe numri 13 është një numër me 2 shifra dhe ne do ta mbledhim përsëri. 1 plus 3 që bëjnë 4. Atëherë numri juaj është numri 4. Ky është një shembull që ju të kuptoni se si ta nxjerrni numrin tuaj për vitin 2026. Gjithsesi, për numrin 3, viti 2026 është një vit me takime, me kontakte, ide të reja, komunikim, ju do jeni më social, do shprehni veten gjatë këtij viti. Gjithsesi, energjia personale 3, e numri 3, vjen me ritme shumë të shpejta, argëtuese, do keni ide, kontakte, do ndihmoni dhe do zgjeroni horizontet tuaja gjatë këtij viti. Por do shijoni dhe shumë relaksin. Ju do relaksoheni, do lini mënjan ato ose këto shqetësime tuaja, por është edhe një vit që ju do keni shëtitje. Dhe edhe nëse nuk do të lodheni, ju do preferoni që të bëni shëtitje të ndjeni të relaksuar. Do keni mundësi të mrekullueshme për të udhëtuar, për të magjepsur të tjerët me dhuratat tuaja. Është një vit që dëshiron që ju të jeni të hapur, të shpreheni përmes meditimit ose në lidhje me dëshirat që keni, me artin, për gjithë ata që kanë lidhje, ose shprehje publike për pjesën tjetër, mendimeve në mediat sociale. Është një vit ku ju do rimbushni baterit, do jeni të shoqërueshëm, do takoni njerëz të rinj,
do shkëmbeni mendime, do lini pas gjithçka të vjetër që ju ka shtypur deri në këto momente. Ju do të qëndroni të mbyllur në vetveten tuaj dhe do dëshironi të ndani të vërtetën që shihni brenda dhe të vërteta që gjeni edhe te miqtë tuaj, te shokët tuaj. Gjithsesi, ju do dëshironi të bëni përpjekje të i afroheni ëndrave tuaja, do jeni plot vetbesim, me ide të freskëta, do përpiqeni të ripërtoni veten, të argëtoheni, të motivoheni. Por viti 2026 është viti korjes dhe ndryshimeve, i krijimit të diplomacisë në lidhje me ju. Numri 3 në vitin 2026 do t'ju japi mundësinë për të ripërcaktuar jetën tuaj. Prandaj përgatituni që të esni gjatë një viti ku do t'ju sjellë ndryshime, por dhe fillime të reja. Mos u përpiqni ti rezistoni fillimeve të reja, se në qoftë se ju i rezistoni, atëherë gjërat nuk do shkojnë mirë në lidhje me ju. Gjatë vitit 3 do t'jepni mundësi dhe do ripërcaktoni veten tuaj. Është një vit ku do ndodhin dhe zhvendosje ose ndryshime të ndryshme. Ju mund të keni ndryshime të vendi punës, ndryshime vendbanimi, ndryshime luku, ndryshime në familjen tuaj, me pasardhësit tuaj. Domethënë, mund t'i merrni të gjitha llojet e ndryshimeve. Mund të gjeni një partner të ri, të flisni në lidhje me qëllimet e përbashkëta që keni. Të gjitha këto ndryshime do fillojnë dhe mund të shkaktojnë pak ankth dhe frikë në fillim, por ju do gjeni ekuilibrin, suksesin dhe lumturinë e jetës tuaj gjatë vitit 2026. Është një vit argëtimi, është një vit gëzimi, kreativiteti, por kjo do ndodhi me kush që ju të lini mbrapa vitin e kaluar. Nuk duhet të përqendroheni te situata që mund t'ju kenë ndodhur gjatë vitit 2025. Sepse në vitin e kaluar keni hedhur themelet e duhura për marrëdhënie të shëndetshme, mos i keni fshehur ato problemet, atëherë aty duhet keni kujdes, nëse ju keni fshehur situata, probleme, duhet kujdeseni dhe të kushtoni vëmendje gjithçkaje, si në lidhje me marrëdhëniet, me shëndetin tuaj, me anën tuaj fizike, por dhe me çështje emocionale që nuk janë zgjidhur gjatë 3 viteve të fundit. Mos harroni që fatin jeni ju ata që e përcaktoni rrugën tuaj, por edhe rrugën e jetës tuaj, por dhe fatin. Atëherë kjo ishte për numrin 3, vazhdojmë me numrin tjetër. Përshëndetje gjithë ju të numrit 4. Atëherë unë do flas dhe do jap një shembull se si mund të nxirrni ju numrin tuaj personal për vitin 2026, që është përcaktuesi juaj kryesor. Dhe viti 2026 është numri 1, është botëror, sepse po të mbledhim 2 plus 0 plus 2 plus 6 del numri 10. Dhe 1 plus 0 del numri 1. Atëherë mbyllet një cikël i vështirë dhe fillon një cikël i gjatë 9 vjeçar dhe fillon një cikël i ri me numrin 1. Në qoftë se ju e keni ditëlindjen, dhe këtu jemi fiks te energjia e numrit 4, mund të jeni datëlindja 1 i dyti, një shkurt. Atëherë ju do mbledhni 1 plus 2 bëjnë 3. Dhe këtë numër 3 do ta mblidhni me vitin 2026. Atëherë 3 plus 2 plus 0 plus 2 plus 6 bëjnë 13. Dhe 1 plus 3 bëjnë 4, që është numri juaj i fatit. Atëherë është numri juaj personal, më falni, dhe përcakton vitin 2026. Atëherë për ju çfarë përcakton ky numër? Numri 4, që është numri juaj. Ju do ndërtoni gjatë këtij viti, do mirëmbani, do përpiqeni, do vazhdoni përpara. Atëherë numri 4 është një numër ku ju do vini para punën tuaj, do keni sukses. Kjo varet nga organizimi dhe këmbgulja metodike e gjithkujt, e gjithë secilit. Ky vit nuk favorizon situatat e mesit të ciklit dhe mbeturinat, duhet punë e palodhur dhe themele të forta për të vendosur veten tuaj. Atëherë, numri personal, numri 4, që është numri juaj, është viti i stabilitetit, i strukturës, i përgjegjësive, përpjekjes së vazhdueshme, shëndetit, disiplinës. Dhe pritet të jetë një vit i qetë
edhe më i brendshëm, nga ana e brendshme. Pra, nëse shpresoni se pushoni dhe relaksoheshit, harojeni, sepse universi ka plane të tjera për ju. Nëse viti 2026 e hodhët pak ose humbët orientimin në vitin 2025, atëherë ky vit i ri duhet të gjeni përsëri hapin tuaj, të jepni më të mirën tuaj nga vetja, të provoni aftësitë tuaja, të jeni të qartë dhe të padiskutueshëm, sepse suksesi do të vijë vetëm përmes punës së palogur. Për numrin 4. Nuk është një vit fillimesh të reja, por është një vit ku ju do korni sukseset tuaja. Është një vit zgjerimi, një vit i shikimit të realitetit në sy, por edhe me plane dhe realizime që do vlerësoni se ku keni mbritur dhe ku po shkoni gjatë vitit 2026. Ajo që do mësoni në vitin 2026 është vetëm në fjalor suksesi në punë paraprind suksesin. Në më thënë, ju do keni fitore dhe sukses në punën tuaj. Dhe sa më shpejt ta kuptoni dhe ta pranoni këtë të vërtet, aq më shpejt do hidhni themelet drejt suksesit dhe drejt ardhmës tuaj. Ju, dhe këtu flasim gjithmonë nëse ju punoni fort, se ju mos mendoni që këto gjëra do vinë pa punë. Gjithsesi do pranoni disa të vërteta. Do keni përparime, por do pranoni dhe disa të vërteta, do hidhni themele në suksesin tuaj të ardhshëm, në jetën tuaj, do keni mundësi dhe oferta, do kushtoni vëmendje, duhet i kushtoni vëmendje propozimeve që do t'ju ndihmojnë për të ardhmen tuaj, por edhe atyre që do t'ju ofrojnë me kënaqësi për t'ju ndihmuar ose për të propozuar diçka në lidhje me fitime të shpejta, flasim këtu nga ana ekonomike. Duhet të ndryshoni rrugën tuaj në mënyrë që trajtimet e situatave të shihni me një perspektiv tjetër. Është një vit ndryshimesh, gjithçka rënjësisht në jetën tuaj. Thjesht do bëni lëvizje korrigjuese të nevojshme për të përfituar, do bëni autokritikën tuaj, do t'i jepni vetes kohë për të dëgjuar veten, pasi keni përfunduar realizimet tuaja. Do shprehni këto edhe të tjerëve, ndoshta për të gjetur një terren të përbashkët. Dhe këtu flasim në lidhje me punën, për gjithë ata që kanë lidhje me persona të tjerë. Në vitin 2026 ju do kërkoni siguri, është një vit që mund të krijoni një familje ose mund të bëni kursime, mund të blini një pronë. Por mos harroni se duhet jeni shumë të kujdesshëm në lidhje me kontratat tuaja. Është gjithashtu viti ku duhet të kujdeseni për shëndetin dhe gjendjen tuaj fizike. Mundohuni të qëndroni të disiplinuar, të mbani një dietë të disiplinuar, të pushoni kur është e nevojshme, por edhe të ushtroheni në qoftë se është e nevojshme. Gjithsesi, ju po hyni në një proces zgjedhjeje, mosmarrveshje me antarët e familjes suaj, ose ju do ngrini disa situata që lidhen me fëmijërinë tuaj dhe do kërkoni përgjigje këtë vit. Do ndiheni më të fortë, duhet keni kujdes nëse keni sekrete ose lidhje të palishme, sepse ato mund të zbulohen dhe do jeni në një pozicion të vështirë. Thjesht keni kujdes në lidhje me këtë vit. Atëherë kjo ishte për numrin 4. Atëherë vazhdojmë me numrin 5. Numri 5, si do ta llogarisni ju numrin e ditëlindjes që të kuptoni që keni numrin 5. Atëherë jemi në vitin 2026. Të gjitha këto numra, më falni, do t'i mbledhim së bashku. 2 plus 0 plus 2 plus 6, që është viti 2026, del numri 10. Atëherë mbledhim 1 plus 0, që del 1. Dhe numri 1 është numri i vitit botëror për vitin 2026. Atëherë çfarë do bëni? Do mblidhni datëlindjen tuaj, datën edhe muajin. Dhe unë kam nxjerrë një shembull këtu, mund të jeni për shembull data 1 i dyti, një shkurt. Atëherë ju do mblidhni 1 plus 2 që bëjnë 3. Dhe numri juaj personal për vitin 2026 është numri 3. Atëherë ky numër 3 që del nga datëlindja juaj do mblidhet me vitin 2026. Numri 3 plus 2 plus 0 plus 2 plus 6 që bëjnë 13. Atëherë na del numër me 2 shifra. Në qoftë se ai del me një shifër, atëherë ai është numri juaj.
Në qoftë se del me 2 shifra, atëherë 1 plus 3 bëjnë 4. Dhe numri juaj do jetë ky numër, numri juaj personal. Në rastin tuaj kemi numrin 5, që është numri juaj personal. Ç'do të tregoj numri 5 dhe si do të jetë ky vit bazuar në numrin tuaj personal. Atëherë ju do jeni shumë, do guxoni gjatë këtij viti, do jeni shumë krijues, do merrni rreziqe, do lëvizni, por edhe do çliroheni. Atëherë viti 5, do me thënë numri 5 që është numri tuaj personal, vjen me shumë liri, me pavarësi, kreativitet. Ju do keni ngjarje të papritura. Në vitin 2025, ju mund të jeni mbyllur në vetveten tuaj. Ju keni punuar shumë dhe keni pasur më shumë kufizime, kurthe, keni marrë përsipër shumë përgjegjësi, por viti 2026 do ndjeni sikur dikush po ju hap derën nga kafazi dhe ju do dilni. Ndoshta keni qenë të mbyllur në një kafaz gjatë vitit 2025, por ju gjatë vitit 2026 ju do rizbuloni forcën dhe pavarësinë tuaj. Numri 5 do jetë një numër, është numri tuaj personal, është një vit ku ju do dëshironi të jetoni, të hapni krahët, të ndjeni të lirë, të shijoni, të udhtoni, por edhe të merrni rreziqe. Do keni ndryshime, por këto ndryshime nuk do t'ju trembin dhe ju do përpiqeni që të shkundi gjithçka që ju ka mbajtur të lidhur në lidhje me perceptimin që ju keni pasur ose në lidhje me sjelljet e vjetruara që nuk ju shërbejnë më. Ju do dëshironi të keni pushtet, kontroll mbi veten tuaj, do kërkoni vazhdimisht pavarësinë tuaj dhe do lini pas gjithçka që ju kufizon. Do të jeni në gjendje të transformoni ato dyshimet, frikrat tuaja në forcë, por edhe në fund do besoni te vetja juaj, në aftësitë tuaja. Ju do keni ndjesinë se do merrni atë që dëshironi pa pasur nevojë të bëni shumë përpjekje. Do t'ju jepet mundësia të ndryshoni diçka dhe është një ndryshim për mirë që nuk ka funksionuar në 4 vitet e mëparshme. Atëherë ky vit është viti i realizimeve tuaja. Ky vit karakterizohet si një vit tranzicioni për vitin 2024. Atëherë vazhdojmë përsëri me numrin 5 tham. Atëherë ky vit është një vit tranzicioni tham, është mundësia, do ekzistojë mundësia ndryshimeve të mëdha që do keni, mënyrën tuaj të menduarit, drejtimin, vetbanimin, ju do ndryshoni punën, karrierën, do provoni që nuk i keni bërë dot më përpara këto gjëra, dhe ka ardhur momenti i këtyre ndryshimeve në lidhje me ju. Ju mund të filloni një kurs të ri, mund të gjeni aktivitete, hobi të reja, të shprehni veten. Është një vit me fat në lidhje me numrin 5. Do jetë një vit i këndshëm me lëvizje, aventura, për sa kohë që nuk do abuzoni në lidhje me kënaqësitë tuaja sensuale dhe nuk do merrni rreziqe të pamatura, sepse ekstremet do të shpërblehen në fund të vitit në vijim. Kështu që duhet të tregojeni të kujdesshëm në këtë pikë. Në përgjithësi do jeni të shqetësuar, do kërkoni diçka ndryshe për të çuar adrenalinën në maj, do dëshironi të shpëtoni nga e përditshmja dhe kushtet kufizuese ose disa zgjedhje që ju mund të keni bërë për veten tuaj, ose qerethanat që ju kanë imponuar. Nëse ju do jeni beqar të numrit 5, do bëni njohje të reja dhe nuk do lini asnjë sfidë pa përgjigje, por keni kujdes nga marrëdhëniet e paligjshme. Nëse jeni të përkushtuar, do kërkoni pasion, do sfidoni partnerin tuaj, të jetoj aventura të reja, që do të ringjallin flakën e marrëdhënies tuaj. Atëherë kjo ishte për numrin 5, merrini parasysh të gjitha këto që tham, sepse këto përcaktojnë vitin tuaj. Dhe vazhdojmë në lidhje me numrin 6, për gjithë ata që numri i ditëlindjes ju del numri 6. Tani si do ta nxirrni numrin 6? Viti që vjen është viti 2026. Atëherë do t'i mbledhim gjitha këto shifra. 2 plus 0 plus 2 plus 6 që bëjnë 10. Na del një numër me 2 shifra. Atëherë 1 plus 0 bëjnë 1. Dhe
Numri i vitit është numri 1. Datëlindja juaj mund të jetë, ky është shembull, mund të jetë 1/2, një shkurt për shembull. Atëherë ne do mbledhim numri 1 plus 2 që jemi në muajin shkurt del numri 3. Dhe këtë numër 3 që na del do ta mbledhim me vitin 2026. Atëherë 3 plus 2 plus 0 plus 2 plus 6 bën 13. Bën 13, atëherë po, atëherë 1 plus 3 bëjnë 4. Dhe numri është numri 4. Ju mund t'ju dalite me një shifër, mund t'ju dali me 2 shifra, atëherë 2 shifra do mblidhen. Dhe vazhdojmë. Atëherë vazhdojmë. Në qoftë se ky numër ju del, do me thënë numri 6, atëherë ai është numri tuaj personal. Atëherë, si do jetë numri 6 për vitin 2026? Viti është ai numri tuaj personal dhe si do shkoj viti 2026 për numrin 6? Ju do jeni më të përkushtuar, do të jepeni vetes, do fuqizoni veten tuaj, por ky numër 6 karakterizohet nga fjalë, nga dashuri, detyrë, përgjegjësi, detyrime familjare. Prandaj duhet të përgatiteni që çështjet e mësipërme do jenë veçanërisht më shqetësuese për ju në vitin 2026. Marrëdhëniet tuaja do jenë fokusi juaj për vitin 2026 dhe ju do thirreni që të ndërtoni ura dhe të kuptoni nevojat e gjërave që ju doni. Atëherë në vitin e mëparshëm ju motivoheshin nga liria juaj personale, nga kënaqësitë tuaja. Tani megjithatë do kuptoni se së bashku me të tjerët ju do fitoni më shumë përvoja dhe se mund të fitoni shumë nëse hapni zemrën tuaj dhe ndani ndjenjat tuaja. Dhe kjo vlen si për marrëdhëniet personale, ashtu edhe për marrëdhëniet profesionale, miqësore, familjare. Ndoshta disa të moshuar në mjedisin tuaj të ngushtë, mund të jenë prindrit ata ose njerëz të tjerë që mund të keni në jetën tuaj që flasin janë të moshuar, do ke nevojë për kujdesin tuaj, për ndihmën tuaj, më shumë se çdo vit tjetër. Ose mund t'ju duhet të kushtoni vëmendje detyrave, përgjegjësive tuaja në familjen tuaj. Gjithashtu, është një vit kur do thirreni të gjeni një të mesmetar midis jetës suaj profesionale dhe familjes tuaj. Ose nga ana tjetër do gjeni ekuilibrin tuaj personal, duke kërkuar një punë të re që do t'ju shpreh më shumë, se do t'ju lejoj të keni më shumë kohë të lirë dhe për veten dhe për familjen tuaj. Atëherë është një vit ku duhet balancuar nevojat tuaja me nevojat e të tjerëve, me të dashurit tuaj, me shoqërinë tuaj, me marrëdhëniet tuaja dashurore që do keni, do merrni përgjegjësitë tuaja, ose do shkoni një hap më tej, do angazhoheni, por do merrni dhe vendime për t'i dhënë fund asaj. Çfarë do vendimi që të merrni gjatë këtij viti, ju jeni të thirrur që të merrni një vendim, duhet të siguroheni për gjërat që ju dëshironi vërtet, dhe jo për atë që besoni se duhet ta bëni. Në lidhje me të tjerët flasim këtu. Nëse jeni beqar, ky vit 2026 është ideal për të tërhequr partnerin e ri në jetën tuaj. Viti 2026 është i përshtatshëm për të kujdesur për trupin, për mendjen, për shpirtin, ose edhe për gjëra që ju keni nevojë në mjedise harmonike, paqësore. Duhet të kushoni vëmendjen më të madhe energjisë së hapësirës tuaj, duke përfshirë ngjyra, tinguj, domethënë muzikë, flasim këtu. Do bëni ndryshimet e nevojshme në hapësirën tuaj ku jetoni, te vendi punës, do ndjeni më të qetë gjatë këtij viti. Gjithashtu, mund të dëshironi të zbukuroni imazhin tuaj personal, të rifreskoni garderobën tuaj, të ndryshoni modelin e flokëve, stilin tuaj, për të ndjerë më tërheqës. Atëherë është viti i duhur për ju. Merrni kohë për veten tuaj, vendosni ato nevojat tuaja në radhë të parë. Mund të bëni yoga, vallëzim, aktivitete të ndryshme për të ruajtur ato ekuilibrat midis trupit dhe shpirtit tuaj, por duke kujdesur dhe për veten, mund të ndihmoni më mirë edhe të tjerët.
mbani mend se ky vit 2026 është një ne. Domethënë ju do jeni një ne, jo një unë. Nuk do jeni egoist gjatë këtij viti. Atëherë kjo ishte për ju. Vazhdojmë me numrin tjetër. Atëherë vazhdojmë me numrin 7. Për gjithë ata që numri 7, numri personal I vitit 2026, del numri 7. Atëherë si do ta llogarisim numrin? Unë e kam nxjerrë këtu, do ta shpjegoj në çdo shenjë, në çdo numër. Atëherë jemi në vitin 2026. Viti 2026 është numri është viti 1 botëror. Dhe si nxirret numri? Kemi vitin 2026. 2 plus 0 plus 2 plus 6 bëjnë 10. 1 plus 1, që del numri 10, bëjnë 1. Atëherë, unë po ju jap një shembull se si ta llogarisni. Kemi për shumë datë lindje 1 I dyti, 1 shkurt për shembull. Atëherë, 1 plus 2 bëjnë 3. Dhe këtë numër 3, që është numri datëlindjes tuaj, do ta bashkoni ose do ta mblidhni me vitin 2026. Atëherë 3 plus 2 plus 0 plus 2 plus 6. Dhe del numri 13. Është një numër me 2 shifra. Atëherë do mblidhet përsëri ky numër. 1 plus 3 bëjnë 4. Atëherë, ky është numri juaj I vitit 2026, që përcakton vitin tuaj. Atëherë, kemi numri 4, se thash 6. Atëherë, numri 7, në qoftë se ju del numri juaj personal, numri 7, atëherë viti 2026 për numri 7 është një vit ku ju do mendoni, do qetësoheni, do gjeni veten, do vendosni balanca në lidhje me gjithçka. Dhe është një viti personal numri 7, është viti ku duhet të ktheheni te vetja juaj. Më falni për kamerën, po ja që bie ndonjëherë. Atëherë, numri 7 është numri ku duhet të ktheheni te vetja juaj për të vendosur një lloj balanci personal. Viti 2026 për numrin 7 është një periudhë shpirtërore për ju. Ju do karakterizoheni shumë nga mençuria, vetmi, reflektim, pushim, meditim, studim, lexim. Viti juaj, viti 7 është personal 7, është viti ku duhet të ktheheni brenda vetes tuaj. Ndoshta diçka që nuk ka ndodhur në 6 vitet e fundit dhe të përballeni me pyetjet e mëdha që kanë lindur në jetën tuaj. Dhe në këtë mënyrë ju do bëheni versioni më I mirë dhe më I lumtur I vetes. Durimi juaj do vihet në provë gjatë këtij vitit, gjithsesi ju mund të kapeni edhe pak nga pasiguritë tuaja, mund të ndjeni se jeni në mes të një oqeani, në një varg, dhe rryma juaj shkon kudo që të doj. Pasi ju pranoni se nuk mund të kontrolloni gjithçka dhe se të tjerët marrin vendime për veten e tyre, ashtu si ju. Atëherë, ju do gjeni atë busullën tuaj të brendshme dhe do gjeni atë destinacionin tuaj. Është një vit ku mund t'ju lodh, por qëllimet tuaja gjatë këtij viti është për të gjetur veten tuaj. Është një vit ku do veproni, është një vit si trampolin, domethënë, që ju gjëja më e mirë që do bëni gjatë këtij viti 2026 është të relaksoheni, të mblini forcat tuaja nga vështirësitë që jeni kaluar në këto 6 vitet e fundit. Meqense viti 2027 pastaj po vjen me një hakmarrje për të bërë një hap përpara dhe për të bërë që zëri juaj të dëgjohet. Prandaj, përfitoni nga viti 2026. Sepse ju do jeni versioni më I mirë I vetes tuaj, në një vetë dhe flasim nga ana juaj e brendshme, në mënyrë që ju të gjeni fuqin brenda vetes tuaj për vitin 2027. Lejoni që ajo fuqia juaj e brendshme të kultivohet gjatë vitit 2026, ju të qëndroni vetëm, të pushoni, të shikoni ose rishqyrtoni ato qëllime tuaja, por dhe të kufizoni zakone dhe situata të dëmshme dhe njerëz toksik nga jeta juaj. Mund t'ju duhet të kërkoni një lloj konsulte me specialistë të caktuar gjatë vitit 2026 për t'ju ndihmuar që ju të pastroni shpirtin dhe trupin tuaj. Mund të bëni një terapi, dieta, detoksifikim,
është e nevojshme në lidhje me ju, por dhe aktivitete që ju stimulojnë më tepër. Duhet të largoni njerëzit toksik nga jeta juaj, ose njerëzit që ju dëmtojnë. Është një vit ku dhe çështjet ligjore janë të favorizuara për gjithë ata që kanë çështje ligjore, kështu që ju do keni mundësi të zgjidhni edhe probleme në lidhje me kredite pa paguara, me sigurimet, me çështje që lidhen me qeverinë, me autoritetet tatimore, ose mund të përdorni pasuritë tuaja të patundshme, ose të vendosni të investoni në pasuri të patundshme. Do jetë një vit fitoreje, ku mund të fitoni mjeshtri shpirtërore, duke mësuar kontrollin tuaj, instiktet, emocionet tuaja. Ju do zbuloni se situatat sipërfaqësore, kënaqësitë kalimtare, nuk ju kënaqen më dhe ju do kërkoni thelbin e gjërave. Do mendoni dhe do kërkoni një kuptim më të plotë të jetës tuaj dhe që t'i shërbej qëllimeve tuaja, por dhe nuk do shpenzoni veten tuaj për të mbushur dhe për të shprehur për të tjerët. Ju do zbuloni dhe do doni të afroni shumë me natyrën, dhe është një mjedis që vërtet ju qetëson në një fshat ose të paktën të shkoni me pushime në vende të qeta. Nëse keni lidhje me shkrimet, me kërkimet, viti 2026 do jetë një vit kur do t'ju gjej të frymëzuar. Mund të krijoni punën tuaj më të mirë dhe gjatë këtij viti. Pavarësisht se çfarë mund të bëni gjatë këtij viti, ju do jeni më të përqendruar, do merrni vendimet tuaja, do bazoheni në logjik, se sa nga ana emocionale, ose mund të keni dhe ndikim të palëve të treta. Energjia e numrit 7 ka të bëjë me vetë analizën, si ju të lidheni me veten tuaj, të dëgjoni nevojat tuaja. Pra, gjatë vitit ju do pësoni shumë ndryshime personale, që do t'ju duhet një kohë për t'i përpunuar ato. Jeni në një proces ku do t'ju ndihmoj që ju të kuptoni se si të silleni në mënyrë që të grumbulloni rezerva të reja force, besim, guxim që do t'ju nevojitet për vitin 2027. Atëherë kjo ishte për numrin 7. Vazhdojmë, ju uroj fat të gjithëve, vazhdojmë me numrin tjetër, vazhdojmë me numrin 8. Këtë vit jemi në vitin 2026. Unë po ju jap një shembull për ta kuptuar se si ju të nxirrni ditëlindjen tuaj. Jemi në vitin 2026. Po t'i mbledhim këto 4 numra, del numri 10. 2 plus 0 plus 2 plus 6 del numri 10. Na del një numër me 2 shifra. Atëherë çfarë do bëjmë? Do ta mbledhim. 1 plus 0 bëjmë 1. Dhe numri vitit është 2026, është numri 1, është viti botëror, numri 1, i numrit 1. Atëherë, ju mund ta keni ditëlindjen nga data në datën 1 për shembull, 1/2. Atëherë 1 shkurt, 1 plus 2 bëjnë 3. Ky është numri juaj dhe ky numër do mblidhet me vitin 2026. Dhe po ta mbledhim, ti mbledhim gjitha shifrat, 3 plus 2 plus 0 plus 2 plus 6, del numri 13. Atëherë na del përsëri me 2 shifra, në qoftë se ajo del me një shifër, ai është numri juaj personal. Në qoftë se del me 2 shifra, ju do ta mblidhni përsëri. Dhe numri 13 mblidhet 1 plus 3 që bëjnë 4. Dhe ky është numri personal që do t'ju dali, që është numri juaj i vitit 2026. Atëherë, flasim në lidhje me numrin tuaj, që është numri 8. Ky është thjesht një shembull. Në numri 8 është një vit ku ju do jeni më të organizuar, do merrni vendime, por do pretendoni edhe pushtet. Është një vit ku do duket sikur po zgjoheni nga një letargji dimrore, pasi pas një viti më të brendshëm, ju do bëni një vetë analizë për të realizuar nevojat tuaja. Viti 2026 vjen për të ndihmuar që ju të nxirrni forcën tuaj brenda në sipërfaqe dhe të veproni. Pra, është koha që ju të bëni një hap përpara për të bërë emër gjatë këtij viti. Viti personal i numrit 8 është viti forcës, i fuqisë, i guximit, do jeni të guximshëm, do keni ambicie, do keni vetbesim. Dhe ky vit ju fton që të udhëhiqni, të keni përfitime materiale, të merrni drejtimin e dur. Viti 2026 do të shihni që
të gjitha përpjekjet që ju keni bërë në 7 vitet e mëparshme të japin fryte. Kështu që nëse keni punuar vërtet shumë fort gjatë viteve të mëparshme, atëherë ky është viti i shpërblimit, është viti i suksesit, që do vi tek ju dhe ju do arrini një gjendje shumë të mirë financiare. Ndonjëherë mund të friksoheni dhe nga mundësitë që do t'ju jepen, sepse do keni mundësira gjatë këtij viti, por thjesht duhet besoni te vetja juaj dhe të ndërmerrni veprime por dhe vendime në lidhje me mundësitë që do keni. Mos harroni se duhet të keni qëllime të qarta në veten tuaj për të kapur mundësitë që ju afrohen dhe të përfitoni nga këto situata. Sa më metodik që të jeni, aq më shumë do shpërbleni. Edhe në qoftë se ju përdorni një strategji të mirë, atëherë do shpërbleni. Gjatë vitit personal të numrit 8, që është numri juaj, ju do keni një besim ose do keni guxim të tepër, do besoni te aftësitë tuaja, vetbesimi juaj do rritet shumë, do arrini të gjeni shumë gjëra, dhe jo vetëm që do keni surpriza gjatë këtij viti, por do gjeni dhe veten tuaj. Gjatë vitit 2026, mendja juaj do kthehet te pasuria materiale, te pronat, te kushtet tuaja të jetesës, ju do bëheni shumë posesiv, do jeni në një masë egoizmi, thjesht keni kujdes në këtë pjesë, do kërkoni para, pushtet, sukses, famë, të mira materiale. Është një vit arritjesh, biznesi, fitimet veçanta financiare, për sa kohë që nuk merrni rreziqe të rrezikshme dhe nuk shpenzoni pa kujdes. Më thënë, në lidhje me shpenzimet duhet keni kujdes gjatë 2026-s. Gjithashtu, viti 2026 favorizon shlyerjen e llogarive, të borxheve, të kredive, dhe mund të kërkoni dhe para që ju detyrohen gjatë këtij viti, por do keni një shans të mirë për t'i marrë ato para. Do bëni blerje pasurive të paluajshme, jeni shumë të favorizuar gjatë këtij viti, do fitoni respekt dhe mund të vini re se të tjerët ju drejtohen për t'i u dhënë këshilla dhe ju do ofroni ndihmën tuaj gjatë këtij viti. Mundësitë që do t'ju paraqiten gjatë këtij viti janë shumë të mira për të udhëhequr, por duhet t'i shfrytëzoni dhe t'i shfrytëzoni në mënyrë pak korekte, jo me arrogancë, thjesht sepse është një vit që do keni pak egoizëm gjatë këtij viti, thjesht duhet të menaxhoni vetëm këtë pjesë, sepse është një vit fantastik për ju. Keni tendencën për të vetë promovuar, për të bërë promovime të ndryshme, për të dominuar, mund të tregoni një personazh që largon disa njerëz nga jeta juaj në planin afatgjatë që mund të pendoheni. Kështu që mund të bëni njohje të reja dhe suksesin do vi drejt jush. Do keni shpenzime të mëdha, duhet keni kujdes në lidhje me menaxhimin e parave tuaja, mos u rëmbeni nga ana emocionale dhe mos u përpiqni të fitoni vetë, sepse në fund do keni njerëz në krah që do t'ju mbështesin në një mënyrë tjetër. Viti do t'ju shpërblej për punën tuaj të palodhur dhe guximtare, por jo egoiste. Në qoftë se ju do përdorni egoizmin, atëherë gjërat kthehen në të kundërt. Muajin e parë të vitit, në vitin 2026, është një kohë mirë për të adresuar çështjet që keni shmangur më parë dhe për të luftuar ato demonët tuaj personal. Sa më shumë të zgjidhni rëmujat që mund të jenë krijuar në jetën tuaj, aq më shumë përparim do keni gjatë vitit 2026. Atëherë kjo ishte për numrin 8. Vazhdojmë në lidhje me numrin 9, që është edhe numri i fundit. Numri 9. Atëherë, si do ta llogarisni ju datën e datëlindjes që mund t'ju dali për shembull numri juaj personal të jetë numri 9. Atëherë, jemi në vitin 2026. Do mblidhen gjitha këto shifra 2 plus 0 plus 2 plus 6, që na del numri 10, po t'i mbledhësh. Atëherë, këtë numër 10 do ta mbledhim 1 plus 0, del numri 1. Numri 1 është numri botëror i vitit, sepse fillon një cikël komplet i ri për të gjithë. Dhe si do ndikoj në te numri 9? Sepse numri 9 është numri fundit që mbyllni situata për të kaluar te numri 1. Atëherë, ju do merrni datëlindjen tuaj. Në qoftë se ju e keni 1 i dyti, për shembull 1 shkurt, atëherë do mblidhni 1 plus 2 që bëjnë 3.
Dhe ky numër 3 do mblidhet me vitin 2026. Atëherë 3 plus 2 plus 0 plus 2 plus 6 që bën 13. Na del numri 13. Atëherë ky numër në qoftë se del një shifror, ai është numri juaj. Në qoftë se del me 2 shifra, atëherë na duhet që ta mbledhim përsëri. 1 plus 3 që bëjnë 4 dhe ky do jetë numri juaj. Atëherë ky është thjesht ju tregova një shembull se si ju të mblidhni numrin e datëlindjes tuaj. Aty përdoret vetëm data e lindjes, muaj dhe do mblidhni vitin 2026. Tani, si do ndikoj numri juaj personal 9 dhe si do jetë viti tuaj 2026 me numrin tuaj personal 9. Për ju do jetë një vit përfundime, sepse numri 9 është fundi. Shkëputjeje, faljeje, ju do mbyllni cikle të vështira që keni kaluar në 8 vitet e fundit. Është një mundësi për të lënë pas të kaluarën, të përgatiteni për të ardhmen tuaj gjatë këtij viti dhe 2027 është viti fillimesh të reja në lidhje me ju. Gjithsesi, mund të ndjeni dhe të ndarë midis 2 cikleve, sepse 9 është fundi dhe 1 është fillimi. Kështu që një cikël mbaron në vitin 2026 dhe cikli tjetër do fillojë në vitin 2027 për ju, ku ju do keni ndryshime të mëdha, fillime të reja, të rëndësishme. Gjithsesi është një vit ku ju do vazhdoni të njëjtin model, mund të them, me vitet e kaluara, sepse jeni te 9-a dhe 9-a është fundi, tham, për ju fillimet e reja fillojnë në 2027 dhe ndryshimet të mëdha do vinë në vitin 2027. Ndoshta në lidhje me një model të ri, me lëvizje të ndryshme që ju mund të bëni në jetën tuaj. Viti 2026 ju ndoshta jeni ndirë dhe të vetmuar ose keni pasur një proces të brendshëm, ju jeni mbyllur brenda vetes tuaj, ndoshta ndjeni vetmi, është një periudhë transformimi dhe lindje e plot për numrin 9. Për shembull, është një vit do me thënë që është si pune asaj transformimit të fluturës. Kështu që ju këtë vit do hyni në një fshikës tuaj dhe në mënyrë që në vitin 2027 që është viti që ju bëni fillimet të reja, të mund të dilni nga kjo dhe të bëni përshtypje, sepse ju do dilni versioni më i ri vetes, do jeni më të lirë në çdo gjë, duke mos në çdo gjë të nevojshme që ju do keni. Është një vit reflektimi, ju do mblidhni të gjitha njohurit dhe përvojat tuaja që keni fituar gjatë 9 viteve të fundit dhe do të vlerësoni gjithçka. Është një vit ku do të thotë që ju do sqaroni disa situata, cilët disa njerëz të panevojshëm, të cilët duhet t'i mbani ose të përjetoni disa humbje pa e zgjedhur vetë, por sepse disa të tjerë vendosën të largohen nga jeta juaj, dhe këtu flasim në lidhje me njohjet, lidhjet, marrëdhëniet, por dhe marrëdhënie shoqërore, persona të shoqërisë tuaj. Nuk do jetë një vit i lehtë për ju, do keni ndryshime intensive në lidhje me emocionet, mund të keni një humor të keq, por çdo gjë që mbaron sjell një dhimbje. Dhe nëse është për mirë, ndonjëherë duhet të heqim dorë nga një person i caktuar ose një mënyrë e caktuar e jetesës, por sa më shumë t'i rezistojmë ndryshimeve, aq më shumë do përjetoni gabime ose do përjetoni gabime në të ardhmen. Kështu që në qoftë se diçka duhet jepni fund gjatë këtij viti, jepini fund. Kështu që do ishte më mirë që ju të mirëprisni ato ndryshimet që ju vërtet i keni kërkuar. Pasi të çliroheni nga gjërat e vjetra, do ndjeni më të çliruar, do jeni në gjendje të krijoni hapësirën tuaj të re në vitin e ardhshëm dhe do jetë një vit fillimesh. Në vitin 2026 duhet të falni, duhet të haroni, duhet të përfundoni situatat, të mbyllni çështjet pezulluara. Në të gjitha nivelet flasim, të shmangni fillimet e reja dhe të ndiheni mirënjohës për gjitha të mirat që keni marrë deri në këto momente, pavarësisht vështirësive që ju mund të keni kaluar. Sepse ky vit është një vit pastrimi për ju, është një vit shërimi. Ju duhet bëni një balans, të dëgjoni intuitën, të gjeni ato
brenda vetes tuaj. Nuk është e nevojshme që ju të izoloheni, ose ju duhet thjesht të mendoni dhe të reflektoni në lidhje me vendimet që do merrni, sepse është një vit shumë i rëndësishëm për ju dhe do ketë peshë në vitin 2027. Qofshin këta njerëz, në qoftë se ju duhet përfundoni diçka në lidhje me njohjet, lidhjet ose me persona të ndryshëm, atëherë duhet të jepni fund këtë vit, që viti 2027 të jetë një vit ku situata apo çdo gjë tjetër që nuk ju përshtatet më, të jetë një kapitull i mbyllur, i një faqe ose një faqe e një libri të mbyllur, i një cikli ose një vëllimi të mbyllur, i cili do t'ju bëj që në vitin 2027 ju të bëni fillime të reja, në vitin e ardhshëm 2027, por do jetë dhe një vit personal një, do me thëmë që fillon një cikël i ri në lidhje me ju që do vazhdoj për 9 vitet në vazhdim. Do me thënë, viti 2027 përcakton 9 vitet e ardhshme për ju. Atëhere, kjo ishte për të gjithë ju, ishte një video e gjatë, shumë e lodhshme, uroj që ju ta ndiqni këtë video sepse është shumë e rëndësishme. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit dhjetor, videot e vitit 2026, sepse aty përcaktohen shenja juaj, fati se si do jetë për vitin 2026, video të javës, por dhe video me tema për dashurinë. Atëherë ju uroj të gjithëve një vit sa më të mbartë, keni sa më shumë fat në këtë cikël të ri botëror. Atëherë ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje dhe dëgjojmë në videot e radhës.